Sezoni i korjes së grurit po përball me vështirësi të shumta kultivuesit e zonës Topoj Sema në Fier. Në këtë zonë të njohur për kultivimin e drithrave, sipërfaqja e mbjellë është reduktuar me më shumë se 50%, ndërsa prodhimi mbetet larg pritshmërive. Fermerët thonë se çmimi është i ulët, duke mos mbuluar dot as shpenzimet. Nuk ka prodhim. Për mua nuk ka. Nuk ka prodhim se plerat janë të shtrenjta. Edhe ai që ta ngasi, po ta ngasi në aq, se edhe ai e blen naftën aq. Dhe i s'ka qa ben. Nuk po marrim atë që pitesh. Shumë pak, një pjesë bile ka marrë shumë pak, me 2-3 kujtal për delym, del me humje nga gruri. Duke marrë parasysh këtë situatë, shumë prej fermerëve të zonës i kanë dhënë me qëra tokat e tyre, por tani edhe qëramarrësit janë drejt braktisjes së tokave. Një prej kultivuesve më të mëdhenj të grurit, Mili Sako, thotë se fermerët janë tërësisht të braktisur. Detyrimi i qeverisë ky është. Çmimi i ulët, çmimi i lartë i pleut, çmimi i lartë i naftës. Qa pure ka e me komani që merë taksë qarkullim mua? Pse do të paguaju taksë qarkullim? 220 lek për 1 litër. 220 lek, 24 lek të vjetra, të reja. Për 1 litër, për qa arsye? Unë jam me komani në blok, për korkërurin e popullit që taj buk popullit. A i merë taksë mua. Fermerët kërkojnë ndihmë me anë të politikave mbështetëse për të nxitur prodhimin vendas.